Të gjithë fermerët që kanë vite të prapambetura në pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përfitojnë një lehtësim të ri ligjor. Nëse ata zgjedhin t'i derdhin kontributet brenda këtij viti kalendarik, nuk do të penalizohen me kamat vonesa apo gjoba, duke u dhënë mundësinë të plotësojnë vitet e punës për përfitimin e pensionit. Çdo fermer i cili plotëson kushtet ligjore për të vepruar në bujqësi ka të drejtën për të mbuluar periudha të vitësisë në punë nga 1 tetor i vitit 1993 dhe në vazhdim. Kuptohet deri në vitin 2025, përveç detyrimit, duhet të paguante dhe një kamat vonese për çdo ditë vonese që nga janari vitit 2015 dhe në vazhdim, ndërsa duke filluar nga janari vitin 2026 me ligjet e fundit, normalisht fermerët nuk do të paguajnë më kamat vonesë, por do të mbulojnë vetëm masën kontributive. Ligji i sigurimeve parashikon gjithashtu ndryshime mes fermerëve të zonave fushore dhe atyre të zonave malore në masën e kontributeve. Në rastin e rajoneve ose rretheve Korç, Pogradec dhe Devol do të paguajë 38.400 lekë në vit dhe për zonat malore që futet vetëm rrethi i kolonjës do të paguajë 29.400 lekë në vit, gjithmonë për gjithë periudhat nga 1 tetori i vitit 1993. Falja e kamat vonesave konsiderohet një mundësi për shumë fermerë që të rregullojnë detyrimet dhe të sigurojnë vitet e nevojshme për një pension të plotë.